Kemi përballë sigurisht një makineri shtetërore, të cilës nuk i mungojnë resurset financiare dhe logjistike, po që nuk kanë kurrë shpirtin, energjinë dhe zemrën dhe ma kryesorja dëshirën për të fituar siç e kemi ne. Jena në anën e duhur, jena në anën e të mirës, po i bëjmë një shërbim jashtëzakonisht të madh Shkodrës dhe vendit ton nëpërmjet luftës pa kompromis në një qeveri e krejtësisht pa përgjeshme, e cila ka përsekutuar prej 12 vitesh Shkodrën, shkodrant dhe mas shqiptarët. Përveç Tallavas dhe atyre shfaqjeve bajate tashma, nuk kanë absolutisht as edhe një gjë për t'i ofruar bashkëqytetarëve tanë. Ndërkohë që ne vim tek ata me një program vizionar i cili përfshin vëmendjen ndaj fushave të ndryshme që interesojnë qytetarëve, që interesojnë shoqërisë shqiptare. Kemi pas rastin ta shohim gjatë këtyre ditëve nëpërmjet daljeve tona publike, rrugë më rrugë, biznes më biznes, derë më derë, interesin e jashtëzakonshëm që ka oferta jonë ekonomike, programi ynë për qytetarët. Le ta përdorim maksimalisht gjatë kontakteve me ta, por njëkohësisht edhe të fokusohemi tek domosdoshmëria e marrjes së garancisë që do të na njekin në rrugtimin ton drejt 11 majit fitores tonë. Është shumë e rëndësishme, është jetike për ne, puna e juaj, puna e strukturave, puna e demokratëve me qytetarët. Jo vetëm me ato të pavendosurit, por edhe me vetë socialistët, të cilët tani ma janë thellësisht të zhgënjym dhe shohin edhe ato shumica e tyre si alternativë të vetë me programin tonë. Barsfahia ka meritu në listën e Partisë Demokratike dikon një vend më lart. E tham këtë pa dashur me kënë polemik, kjo parti ka sakrifikuar lojtarët kryesor vazhdimisht. Du me përmend këtë. Pse? Sepse na je kena borx të idealit, nuk e meriton aty në fund. Por ky lojtar kryesor në Shkodër, ky Cristiano Ronaldo i Partisë Demokratike në Shkodër, të paktën 15 vjet e fundit. Karriera e tij përputhet me karrierën e atij, sakrifica, gola shumë, karrierë gjatë e tjerë. Prandaj, na del për borx. Ata ndoshta e kanë menduar edhe nga ana strategjike, se ky është i vetmi që mundet në këtë finale që nuk përfundon nëse na bëjmë 4 gola. Kja finale përfundon nëse na bëjmë 6 gola. Minimumi 6 gola, me mujt me shku edhe në 7. Edhe ne na del detyra që këtë me furnizu me vota, me jamush kamen, e këtë me ba gola sa ma shumë, edhe me pasat numrin e madh golave që edhe i shtohen Partisë Demokratike për me marrë rezultatin, po i shtohen edhe ti personalisht që me kanë si 5 në listën e Partisë Demokratike që fitues.